Islami nëpërmjet haditheve 1. Falli, profecia, magjia, prapësia, ogurzi, dobësia e besimit. Përcillet nga Ebu Mesudi se pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: dielli dhe hëna nuk errësohen për shkak të vdekjes apo lindjes së dikujt, por ato janë dy shenja nga shenjat e Allahut. Kur t'i shihni se errësohen dielli ose hëna, atëherë falni menjëherë namaz. Përcillet nga Ebu Hurejra se pejgamberi paqja qoftë mbi të ka urdhëruar: largohuni prej gjërave që shkatërrojnë, prej dhujtarisë, shirkut dhe magjisë, sihrit. Përcillet nga Ebu Hurejra se pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: ai që bën nyje dhe pastaj u fryn, ka bërë magji, sihr. Ai që ka bërë magji është idhujtar. Ai që vendos diçka si nusk, lihet në mbrojtjen e saj. Katan ibn Kabitha ka përcjell se babai i tij e ka dëgjuar pejgamberin paqja qoftë mbi të duke thënë: konsiderimi i cicërrimës së zogjve dhe fluturimit të tyre si shenjë keqe, fallhedhja me guralec dhe duke tërhequr vija mbi zall janë nga llojet e magjisë, sihrit. Ebu Hurejra ka thënë: pejgamberi paqja qoftë mbi të e pëlqente tefeulin, të konsiderosh diçka me fat dhe dobishme, kurse të tjerën konsiderosh diçka si jogurt keq, jo. Njerëzit e periudhës së padijes arabe shpresonin të ndihmë e parashikuesve, e mashtronin veten me magji dhe shpeshherë hidhnin fall. Ata i mvishnin mbarsi ose ters qenieve të ndryshme dhe përpiqeshin që nga lëvizjet e hënës dhe diellit, që Zoti i ka krijuar në shërbim të njeriut, të nxirrnin kuptime të ndryshme. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, i dërguar për të shpëtuar njerëzimin nga këto besime të kota, në rastet kur ishte me sahabët, i këshillonte dhe u tërhiqte vëmendjen në lidhje me bestytnitë dhe shprehjet e vjetra të tyre, dhe në vend të tyre u sqaronte mësimet e Islamit. I dashuri i Allahut një natë, teksa porinte me një grup ensarësh medinasish, pa një yll qera dhe ndriçoi horizontin. Pejgamberi paqja qoftë mbi të i pyeti sahabët: ç'mendonit në periudhën e ignorancës kur binte ndonjë yll? Sahabët ju përgjigjen: Allahu dhe pejgamberi i tij e din më mirë. Ne thoshim se sonte lindi ose vdiq një njeri i madh. Pejgamberi paqja qoftë mbi të u tha: ylli nuk bie as për lindjen e as për vdekjen e dikujt. Dhe më pas ka dhënë sqarime në lidhje me yjet dhe për parashikimet që paralajmërojnë duke u bazuar te yjet. Kur Allahu i gjithfuqishëm dhe i madh vendos për diçka, dhe këtë e kuptojnë, melekët e arshit e madhërojnë atë. Pastaj e madhërojnë melekët pasues të tyre. Pas tyre e madhërojnë melekët e qiellit që vjen në radhë deri në shtresën e 7 qiellore. Më pas i pyesin melekët bartës të arshit, si dhe të tjerët pas tyre: çfarë urdhëroi Zoti juaj? Dhe ata lajmërojnë për ato çështje që i ka urdhëruar Allah. Kjo vazhdon derisa lajmi të vijë në qiellin e tokës. Xhinët e dëgjojnë këtë dhe ua transmetojnë shokëve të tyre parashikues. Dhe përpasoj gjuhen me yje. Nëse këto njohuri janë përcjellë siç kanë ardhur, atëherë në rregull. Por puna është se ata shtojnë dhe gënjejnë në lidhje me to. Këto fjalë të pejgamberit paqja qoftë mbi të në lidhje me yjet dhe me qiellin janë të bazuara në këto ajete të Kuranit. Ne kemi krijuar yjësinë në qiell dhe kemi zbukuruar atë për shikuesin. Ne ruajmë atë qiellin nga çdo djalë i mallkuar, përveç ndonjërit që dëgjon vjedhurazi e të cilin eri një yll i kputur me flakë të dukshme. Bestytnit për të cilat pejgamberi paqja qoftë mbi të u ka tërhequr vëmendjen sahabëve ishin shumë të përhapura në atë kohë.
Bestytnit dhe besimet e kota që nuk kishin kurfar baze logjike nuk mund të sqaroheshin nëpërmjet arsyes. Ato ishin shndruar në sistem besimi dhe kjo përbënte një fushë veprimtarie për pejgamberin, paqja qoftë mbi të. Feja e pastër dhe natyrshme e Allahut, besimi islam, duhej vendosur në gjitha sferat e jetës dhe kështu të largonte besimet e kota me në krye idhujtarinë. Burimi i shumë besimeve të kota ishte largimi i njerëzve nga feja e natyrshme, Hanif, me besimin në një Zot, si dhe mbushja e kësaj zbrastie besimore me shenjtërimin e qenieve të ndryshme. Idhujt që i kishin marrë si të shenjt për t'ju afruar Zotit, gjinve që u kanë veshur veti hyjnore dhe kanë pohuar se Zoti ka dje me vajza, trupat qiellore dhe qeniet e padukshme që i konsideronin si ndërmjetësues midis tyre dhe Allahut e me radhë, tregon se zotat e idhujtarëve ishin shtuar shumë. Duke u larguar nga e vërteta, ata ishin rrethuar me bestytni. Çdo gjë që adhurohej përveç Allahut ishte bestytni. Allahu e kishte krijuar qiellin dhe yjet për të marrë mësim soditësit e tij. Për njeriu në periudhës ignorancës arabe, ata nuk ishin vetëm kandil që ndriçonin rrugën gjatë natës. Këta njerëz u kanë kushtuar një rëndësi të veçantë yjeve dhe krahas ngjarjeve meteorologjike, ndryshimeve klimatike, si mbulesë për bimët, ata i kanë konsideruar edhe si shkaqe për bereqet dhe skamje. Madje të mbështetur te besimet primitive i kanë konsideruar edhe si zota, ndërsa yjet i përkulen vetëm Allahut, që jep riskun nga qielli dhe nga toka. Ata nuk kanë lidhje as me vdekjen e as me lindjen e dikujt, as me dukurit natyrore dhe as me mbarsin apo prapsin për dikë. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, i ka mposhtur këto bestytni me besimin monoteist dhe e ka refuzuar mendimin se yjet paralajmërojnë dhe ndikojnë për rënien e shiut. Pritjen e shiut nga yjet e konsideronte si mbetje nga periudha e ignorancës arabe. Gjatë kthimit prej Hudejbijes për në Medinë bashkë me sahabët, kishte rënë shi dhe disa nga sahabët që ende kishin ca shprehi nga ignoranca para islame, kishin vendosur një lidhje midis yjeve dhe shiut. Si rrjedhoi, pejgamberi paqja qoftë mbi të pas namazit sabahut që kthyer nga sahabët dhe u pat thënë: A e dini se ç'urdhëroi Zoti juaj? Ata u përgjigjen: Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Pejgamberi paqja qoftë mbi të tha: Këtë mëngjes disa nga ju kanë gdhirë si besimtar edhe disa të tjerë si jo besimtar. Ata që thanë se shiu ra me mëshirën dhe dhuntinë e Allahut më kanë besuar mua. Ata që ja atribuan fuqinë hyjnore yllit më kanë refuzuar mua, ndërsa ata që kanë thënë se shiu ra për shkak të lindjes me yllin më kanë mohuar mua dhe i kanë besuar yllit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, është përpjekur të pengojë idhujtarinë e tyre, që e manifestonin duke cilësuar gjërat caktuara si të shenjta. Në periudhën e ignorancës, për shkak të mosbesimit apo besimeve primitive, njerëzit besonin se yjet udhëhiqnin tokën dhe kësaj kanë trilluar ide të ndryshme dhe bestytni në lidhje me hënën, yjet dhe trupat e tjerë qiellor. Gjatë eklipsit të diellit në ditën kur kishte vdekur Ibrahimi, disa kishin vendosur një lidhje midis dy ngjarjeve dhe pejgamberi paqja qoftë mbi të e kishte refuzuar menjëherë këtë mendim dhe u kishte tërhequr vëmendjen sahabëve duke u thënë: Dielli dhe hëna nuk errësohen për shkak të vdekjes apo lindjes së dikujt, por ato janë dy shenja nga shenjat e Allahut. Kur të shihni se errësohet dielli ose hëna, atëherë falni menjëherë namaz. Arabët para islam mendonin se yjet ose xhinët mund të sjellin të dhëna nga metafizika e panjohur. Në periudhën para islame, profecia që bazohej te lëvizja e yjeve, te kontakti me qeniet e padukshme dhe relacionet te fizike të njerëzve të caktuar, ishin të pranuara nga arabët idhujtar. Në këtë periudhë kishte parashikues dhe magjistar që e konsideronin veten si ekspert të kësaj fushë
dhe shumica e njerëzve shkonin tek ata me dëshirën për t'u informuar për të ardhmen. Parashikuesit ishin persona me të cilët njerëzit konsultoheshin për zgjidhjen e mosmarrveshjeve, për shërimin e smundjeve, për pengimin e fatkeqësive, për komentimin e ëndrave dhe si të tillë ishin burimi kryesor i bestytnive dhe i besimeve të kota. Ndërsa pejgamberi paqja qoftë mbi të, u kishte thënë atyre se disa nga parashikuesit e tyre i mësojnë profecit nga lajmet që marrin xhinët nga qielli e që i ndanin me miqtë e tyre parashikues. Kjo çështje është diskutuar edhe në ajetet e Kuranit dhe është theksuar se njohuritë që japin parashikuesit janë të pabaza dhe mashtrime. Ajetet e Kuranit e kanë refuzuar edhe besimin e periudhës ignorancës për mbrojtje nga xhinët si të barabartë me Zotin. Në një ajet thuhet: kur ne ja caktuam atij vdekjen, atyre nuk u dha shenja askush për vdekjen e tij, përpos krimbit të drurit. Dhe kur urëzua Sulejmani, u bë e qartë se sikur ta dinin gjindet të padukshmen, nuk do vijonin në dënimin e poshtruar. Pra, Zoti shprehet qartë se gjinët nuk kanë mundësi të sjellin të dhëna metafizike, dhe në shumë ajete të tjera është theksuar se të panjohurën e di vetëm Allah. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, ka thënë se parashikuesit janë njerëz që një fjalë të drejtë i shtojnë 100 gënjeshtra, dhe na ka lajmëruar se të hollat që fitohen në këtë mënyrë janë haram, kurse para ata që shkojnë te parashikuesit dhe u besojnë atyre, ka thënë: kush shkon te një parashikues dhe i vërteton fjalët e tij, e ka mohuar atë që i ka zbritur Muhamedit. Kështu pra, ai e ka ndaluar rreptësisht vajtjen tek ata. Për shkak të prezencës madhe të idesë së profecisë dhe vajtjes të parashikuesit në periudhën para ardhjes pejgamberit paqja qoftë mbi të, në fillim të komunikimit të zbulesës, njerëzit kanë akuzuar pejgamberin paqja qoftë mbi të si parashikues ose si të çmendur, ndërsa fjalët e tij si thënie parashikuesish dhe profeci. Por, pasi që e shihnin pejgamberin paqja qoftë mbi të dhe dëgjonin zbulesën, e ndryshonin mendimin. Si rrjedhoi disa nga të gjorët e Mekës kanë vajtur te një parashikues që frynte për shërimin e smundjeve nga fisi Ezdi Shenue, që quhej Dimad, dhe i kanë thënë: Muhamedi është i çmendur. Ndërsa ai me idenë se nëse do e frynte do shërohej, ishte ardhur tek pejgamberi paqja qoftë mbi të. Por pasi ka dëgjuar fjalët e tij, pa të thënë: betohem për Allahun se unë kam dëgjuar fjalë parashikuesish, edhe magjistarësh, edhe poetësh, por kur nuk kam dëgjuar fjalë si të tuat. Këto fjalë vërtet që janë thelluar në thellësitë e deteve të bisedës. Ma jep dorën të të zëtohem për pranimin e Islamit dhe pa të pranuar Islamin.